Pas 10 shkurtit nis një periudhë ndryshe për disa prej jush dhe jo, nuk është ajo ndryshimi që e dëgjon çdo muaj dhe mendon ok, po pres prapë. Kjo është ajo ndjesia e vogël që të kap kur zgjohet në mëngjes dhe thua, diçka nuk është si dje. Nuk e di pse, por mendja punon ndryshe, durimi është më i shkurtër dhe instinkti yt po bëhet pak më i zhurmshëm se zakonisht. Po flet për ty dhe jo, nuk po e imagjinon. Dashi, për ty kjo periudhë vjen si një goditje nga butë realiteti. Jo dramatike, jo katastrofë, por mjaftueshëm sa të ndalesh dhe të pyesësh veten, pse po vrapoj kaq shumë? Pas 10 shkurtit fillon të kuptosh që jo çdo betejë duhet fituar dhe jo çdo fjalë duhet thënë. Dhe kjo për ty është rritje, edhe pse në fillim të bezdis. Do ndjesh më shumë qartësi në vendimet që kanë të bëjnë me punën ose planet personale. Një gjë është e sigurt, nuk do pranosh më gjëra gjysmake. Ose po, ose jo. Dhe nëse dikush mundohet të të testoj durimin mirë, le të themi që universi është në anën tënde këtë herë. Demi, ti po hyn në një fazë kur e hatia që ke ndërtuar fillon të duket pak e ngushtë. Jo sepse nuk është e mirë, por sepse ti je rritur më shumë se sa ajo hapësirë. Pas 10 shkurtit do vësh re që disa zakone që i doje tani të lodhen. Disa njerëz që të dukeshin të sigurt tani të duken pak të parashikueshëm. Dhe pyetja që do të rrotullohet në mendje është, po unë, çfarë dua vërtet? Mos u trem nga kjo pyetje. Nuk është shenjë krize, është shenjë pjekurie. Dhe po, pak ironi e jetës, pikërisht kur ndalon së kërkuari siguri kudo, fillon të gjesh brenda vetes. Binjakët, për ty kjo periudhë është si të kalosh nga shurma në një bisedë interesante 1-1. Mendja jote zakonisht punon me shpejtësi dritë, por pas 10 shkurtit do ndjesh nevojën të fokusohesh. Jo në gjithçka, por në disa gjëra që kanë vërtet kuptim. Do flasësh më pak, por do thuash më shumë. Dhe kjo do befasoj disa njerëz rreth teje. Mos u çudit nëse dikush të thotë, s'po të njoh sot. Në fakt, po të njohin më në fund ashtu siç je, jo si versioni yt i shpërndar kudo. Një lajm i vogël, një mesazh ose një takim i rastësishëm mund të ndezë një ide që ta ndryshon drejtimin për muajt në vazhdim. Luani, pas 10 shkurtit fillon një periudhë ku vëmendja nuk është më gjëja kryesore për ty dhe kjo është interesante, sepse zakonisht je mësuar të ndriçosh pa u menduar shumë. Tani, ajo që të intereson është vlerësimi i vërtet, jo duartrokitjet e zbrazta. Do bëhesh më selektiv me njerëzit, me kohën, me energjinë. Dhe po, disa do e ndjejnë këtë distancë. Por kjo nuk është ftohtësi, është respekt për veten. Nëse ke shtyr një vendim të rëndësishëm prej kohësh, kjo periudhë të shtyn ta marrësh, pa shumë zhurmë, por me shumë bindje. Akrepi, për ty kjo është një fazë transformimi, por jo ai dramatiku që i trem të tjerat. Është më i qetë, më i thellë, më personal. Pas 10 shkurtit do kuptosh që disa gjëra që të kanë mbajtur peng emocionalisht nuk kanë më të njëjtën fuqi mbi ty dhe kjo ndjesi lirie është pak e çuditshme në fillim, apo jo? Sikur mungon diçka, por në fakt është thjesht qetësi. Do jesh më i sinqert me veten dhe më pak i gatshëm të tolerosh lojra emocionale. Dhe kjo do të çojë drejt lidhjeve më të pastra, qoftë në dashuri apo në miqësi. Peshqit, për ty kjo periudhë vjen si një zgjim i butë, por i vendosur. Pas 10 shkurtit, intuita jote bëhet më e fortë se kurrë, por tani nuk është vetëm ndjesi, është edhe veprim. Do ndjesh që ëndrat që ke pasur prej kohësh nuk janë më vetëm ide romantike, por plane që mund të realizohen. Po, kërkon guxim. Po, kërkon të dalësh pak nga zona e rehatisë. Por pyetja është, nëse jo tani, kur? Mos e nënvlerëso një ide që të vjen papritur këto ditë. Mund të jetë pikërisht fillimi i diçkaje që do ta quash një nga vendimet më të mira që kam marrë. Në përgjithësi, kjo periudhë pas 10 shkurtit nuk ka të bëjë me ndryshime të bujshme për të postuar kudo, por me lëvizje të brendshme që ndryshojnë mënyrën si e sheh jetën. Dhe ndonjëherë, këto janë ndryshimet më të fuqishme. Nëse ndihesh pak i çuditshëm këto ditë, mos u shqetëso. Je thjesht duke u rregulluar me versionin tënd të ardhshëm. Dhe ai version është pak më i fortë, pak më i qartë dhe shumë më pak i gatshëm të humbas kohë.